këtu kam bo aq shumë miq të Shqipërisë, po shumica janë gjeneratës time. Unë jam i impresionuar, jemi aq të afërt me njëri tjetrin, gjithë i kemi brengat e njëjta, ndërsa tash po unë nuk e kom po këtë rininë e qitën jashtë, tash po e shohim që edhe Shqipëria ka edhe një rini të shëndosh, një rini të pastër. Kështu që shpresa jam është shumë e madhe, që do t'ja arrijnë qëllimit që ta shporin këtë sistem, që të krijohet një demokraci e vërtet në Shqipëri, një shtet i mirë, një shtet i fortë, demokratik, që është për qytetarin, që e ka qytetarin krye. Unë e kuptoj se edhe politikanët edhe ata i kanë interesat e veta, deri diku i kuptoj edhe egot e tyne, disa edhe dëshirojnë të tregojnë, por nuk e kuptoj kur ato ego kalojnë në smundje. Kur Edi Rama tash, unë mund më ta thonë sinqerisht, unë se s'du me folë shumë keq për dikën, po duhet me thënë këtë, që ky mendon se është më i mençëm se çdo kush në Shqipëni. Mendon se pa te Shqipënia nuk bën. Mendon se ekziston Shqipënia pa to. Edhe ai mendu se është më i ngritur se sa populli vet, bën marrëdhënie me Vučića, me Serbisë, me ata shkonin për ulet liderëve të ndryshëm, sikur zonjës të Italisë, po, gjithëve tjerëve ju për ulet, edhe i për ulet edhe Vučićit, sepse don me hyrë shoqëni, sepse ai mendon se ajo shoqëni e nalt, populli shqiptar janë matur. Do të thonë, ai ka problem personal. Ka problem personal se mendon se është mbi tjerët. Je kryeministër, ki detyrë, je në shërbim të popullit. Nuk je ti që je më i mëshëm se të gjithë. Ka qellu fati më u bë kryeministër. Ka mujt më qenë edhe ti, edhe unë, kushdo kryeministër. Edhe kur kush perfekt s'ka, ai ka gabimet e veta, por kushdo që mendon se është i pazavendësueshëm, edhe se të tjerët janë të padijshëm, me s'dim kur gjo, ai ka me humb në afat gjatë. Herë do kur Edi Rama, edhe mos u rëzoft që tash, unë shpresoj që sa më shpejt për interes të Shqipërisë, nuk ka me përfundu mirë, sepse mënyra se si operon ai është mënyrë e keqe, mënyrë antikombëtare. Ajo është edhe antikombëtare, ajo është në gjendje për interesa personale dhe të grupit rreth e tij të oligarkëve, me shit Shqipërinë, me shit Kosovën, ai dha pëlqimin me nda Kosovën për gjys, bani marrëdhënie me Vučićin, qafet me Vučićin, e nënçmon kryeministrin e Kosovës, gjitha i bën këto gjitha hapun. Edhe pastaj del atje në Beograd dhe thotë Kosova është e pavarur, ajo është një fjalë kote. A kupton? Me marrëdhënie me Vučićin i thotë atij Kosova pavarur, edhe i mashtron një numër shumë të madh njerëz dhe thonë, "Oh, ka thonë Edi Rama Kosova e pavarur." Po nuk është e pavarur Kosova pse po thotë Edi Rama. Ajo s'është me rëndësi. Duhet me pyet Edi Ramën, a e ka votuar rezolutën kundër kriminalëve serb në parlament të Shqipërisë? Çka po bën me çit Serbinë me akuzu për krimet e luftës? Pse Shqipënia nuk ngrit pa di ndaj Serbisë për gjenocid? Ti ka vrarë vllazërit shqiptar, ti ka vrarë fëmijët e djep, ti ka prerë para nonave. E ky tash vjen në shet atje pallavra, shkon në Beograd edhe unë jam patriot, Kosova është e pavarur. Big deal. S'ka lidhje ajo punis fjalë pallavra. Zotëri që ne kemi parë që për protestat në Serbi kishim reagim të departamentit të administratës amerikane, që kanë filluar që vitin e kaluar. Ndërkohë që ju këtu prisni që mund të ketë një reagim në mënyrë direkte apo indirekte të administratës apo ambasadorit që do vinë, sepse përpara se sa të merret emiratimi në Senat, generali Erik Wendt që u konfirmua për ambasador në Tiranë, ai që mund kam dieni për investimet e familjes Trump, pra dhëndrit Kushnerit në Shqipëri. Tani pas gjëja u bë shumë e madhe. Mendoni që nga mund ta anoj në këtë rast? Unë mendoj se me kalimin e kohës, sepse këta tendenca e parë, askush nuk don probleme. Ky është askush. Don stabil, po. Tashi, nëse këto vazhdojnë protestat, herë do kur ata duhet të deklarohen. Edhe në Amerikë, sikur që e filloi edhe kjo Marta Kos që është deklaruar një herë, po du me thonë, këta i herë... Në Tiranë edhe ambasada ka mbajtur qendrim që të mbrohet natyra. Në mesazhe indirekte, po e ka mbajtur qendrim 2-3 mesazhe kanë dhënë. Kjo është, unë mendoj se e drejta, herë do kur e drejta duhet fiton. E drejta është në anën e popullit që është ka dalë në protesta. Ajo është e drejta. Tashti, politikanët kanë interesat të ndryshme, shtetet kanë interesat ndryshme. Njëherë nuk duhen të marrin anë derisa të shohin se si po shkon puna.
Mirë po, kur e shohin se nuk ka rrugë tjetër se populli është i vendosur, populli i vendosur që kjo qeveri të zgarkohet, të rrëzohet, të largohet, unë mendoj se ka me dalë në anën e popullit në fakt ma gjatë. Këto askush nuk e din 100%, mirë po fillojnë zonat gradualisht që të ngriten për arsye se kjo nuk mund të shkojnë në mënyrë të pakufishme. Përse ju jeni edhe pranë kongresmenëve, zyrtarëve të lartë, takime, teori, kontakte. Tash, sikur e biseduam edhe më herë, na jemi të koncentruar shumë për çështjen e Kosovës. Edhe me kongresmen, me gjithë, nuk kemi dash përzimi në Shqipni, sepse edhe se kemi kuptu na prej këtu i tamam, se tashti, kur paraqet diçka para një kongresmeni ose senatori, ku është me argumentu, na nuk mundem se neve shqiptarëve në Amerika, dikush na ka ndihmu, e drejta. Edhe unë nuk mundem me dalë të një senator me folë diçka nëse unë s'jam i informuar tamam, apo kupton. Deri tash, jemi marrë me Kosovën, e kemi ditë çështjen e Kosovës, ka qenë drejt, na ka ndihmu shumë, Serbia ka dhënë miliona dollar, edhe s'ka mujt, i ka korruptu 2-3 vet aty politikan, por nuk ka mujt me deportu në Amerikë, sepse nuk është e drejta në saj. Tashti, me Shqipnin deri tash se mi marr me vazhdimin e situatës, ne me siguri do të bëjmë kontakte sepse ne edhe informojmë senatorët, jo vetëm kur kemi takime, po ju dërgojmë informata, letra, do të koncentrohem nga Shqipnia edhe ta them drejtën ne në përgjithësi se edhe mërgat këtu ka mendime të ndryshme, po unë e shoh që populli është i disponuar, shqiptarë amerikanët janë në anën e protestuesve, në anën e popullit, në anën e drejtës, në anën e rujtjes natyrës. Prandaj, unë mendoj se do të kemi sukses që ne komunikim me kongresmen e senatorët i bindim se megjithatë Shqipëria ka nevojë për një ndryshim në qeverisje. Zotja Liçkaj, për Shqipërinë kam edhe diçka se më bëri përshtypje një postimi juaj që theksoni që populli kërkon largimin e Edi Ramës dhe Albin Kurtin që të jetë në udhëheqjen e tij. Tu e keni fjalën për bashkimi kombëtar? Kjo është shumë pyetje mirë dhe shumë domethënëse. Ai popull atje nuk është që thot, e dum Albin Kurtin 10 kryeministë. Ata e dojnë një Albin Kurt të Shqipërisë, sepse janë të lodhur nga korrupsioni. Albin Kurti në këto vitet e fundit dhe gjatë gjithë karrierës tij ka treguar se është i pakorruptueshëm. Edhe është i pastër, është kombëtar, i ka gabimet e veta si çdo politikan, por është absolutisht në interesin e popullit, është i pakorruptueshëm edhe Shqipëria ka nevojë për një Albin Kurt. Prandaj populli në protesta po e kërkon Albin Kurtin. Po e kërkon Albin Kurt i cili do ta çet Shqipërinë në vijë të demokracisë, të barazisë sociale dhe në vijë të prosperitetit përbashkët përgjithshëm. Jo vetëm